SPAK arreston shefin e qarkullimit në Tiranë, Roven Zeka me 2 vartës për korrupsion. Prokuroria e posaçme antikorrupsion ka lëshuar 3 urdhër arreste për zyrtar të policisë rrugore të Tiranës. Roven Zeka, shefi qarkullimit rrugor të Tiranës, Sokol Novaku, shefi sektorit të aksidenteve të policisë rrugore dhe Edison Tabak, oficeri policisë gjyqësore, dënohen si të përfshirë në një rast korrupsioni. Ndërkohë, pritet njoftimi zyrtar nga SPAK për rastin korruptiv që çon në pranga 3 zyrtar policie. Punonjësit e AMP-s dhe BKH-s që kanë shkuar të ekzekutojnë urdhër arrestin e SPAK për shefin e qarkullimit rrugor Tiranë. Por sipas burimeve, Roven Zeka nuk ka pranuar dhe ka tentuar t'i ikë me vrap, por është ndaluar nga agjentët e AMP-s. Ai akuzohet se bashkë me varësit kanë marrë para nga një grua në lidhje me aksident rrugor të ndodhur në kryeqytet.